Vëllë një që e të bu? Hajde në gjitë më shpejt se o kana pret me buk. Ju ka dalë zani këngëtarëve që nuk din me buk kur gjë punë shpis, përveç që me marë mikrofonin e me dalë me knu. E dikush neve, sot, përveç zemrës na i ka hapë të dyrë të shpis, kështu që hajde një edhe kuptane se kosh. T'ja shurë dhe i zile. Këto këka. Që mantia ti kom bëgati. Beca i të regova që me mantia i të në pritë. Po, mantia të tjetër, nuk të e pa dreksat. O Janit, edhe na du të me hangër, du të me pi, du të me majtë familje, du të me pastru, du të me punu, jashta karierës për shembull. I dina gjitha edhe na, edhe ta shumë po foli për veti personalisht, kur gjë nuk është kjo pjesa e muzikës, pasi pasion që kam, shka kam pasion kuzhinën, sidomos kuzhinën tradicionale tonën kosovare. Mas shumë ti, gjona që nashta përshëndetin nuk janë fakt shumë shëndetshme, po janë shumë të shishme, flijat, mantia, pite, për festa, baklava, ti qez vetë, të më thonë, knaqna kur ti qez vetë, edhe i pëlqejnë edhe shumë edhe familjarët, edhe më shijojnë ma shumë, po. Suzana shkoj në një mosh shumë të vogël në Zvicër, dhe më thonë, pa planifikuar, faktikisht lufta neve, disa për neve na detyroj më shpërngull nga vendi jonë, për me mbjetu. Unë e kisha atëherë në vitet 98, babajnë e kisha edhe migjën në Zvicër, edhe i na morën gjithë familjarëve dhe më thonë atje. Aja periudhë me të ndete nuk kam kur s'kam qef me menu, se mërzit na shumë, sidomos dita fundit e shkollës, kër jam përshëndet me gjithë arsimtarët edhe me gjithë shoqet edhe shokët e klasës atë shkollës fillore në Mushtisht, e maj men si sot, u bua i resht aq i gjatë, edhe gjithë në t'i marrë në grek, dhe me thonë, se di për mu kanë shumë e vështirë me përjetu këtë ndjenjë që po largohem, edhe ishtë edhe ras lufte edhe të juru njëniteti, dhe me thonën fat, edhe inshallah pështoni, inshallah nuk ju ndodh kur gjan, u kanë shumë trishtuse. Kur kom shko atje, tjetër jetë, tjetër kulturë, fillimin e kom pas pak të vështirë më ambientu, gjuha, na kemi mësu anglisht, për shembull këtu në Kosovë, po gjermanishtën nuk ose e kemi praktiku as në teori, as në praktik. Po jam konë kështu prej si e vogël, baba im gjithë thot, të kisha pas vetëm ty djallë. Këtë bota e shkon e imja, jam konë shumë, qëto gjë kom marrë, dhe me thonë nga zemra sot e kom arrit, më thonë, në dhe gjunë kom pas pësur shumë shpejt, u ambientova me jetën atjet, po shpirtin gjithë e kom pas në vend të emin në Kosovë. Kjo periudhë kanë shumë e vështirë se une me shumë dëshirë kisha qëtë me vazhdo dhe atje. Edhe e kam gjetë vetën edhe atje, se dhe atje kemi në ansamble, për shembull, shqiptare që mundohen me na rujtë dhe tradita tona, ku këndojmë, vallëzojmë shqip, recitojmë, edhe unë si fëmijë, dhe më thonën, i pa ta thonë familjes time, unë du diçka me pas shka e një vetin që jam Kosovë prapë, dhe më thonë edhe më kanë regjistru në këto shkollat të ansambles në Zvicër, edhe kam marrë pjesë atje në për shumë koncerte, dhe më thonë, aty paka shumë e kam shiju atë ëndrën time, edhe pse nuk jam konë hala e përmbosht, po tani me kalimin e jetës, tu rrit, tu shkollu, erdhen studimet, o po pak ma vështirë, se në Zvicër është pak problem, dyat paralel mi bo, edhe më dash me të vërtet me marrë një vendim çka do të baj. Për në Kosovë nuk e kish në halat guximin, dhe më thonë, më kapë dikun këtu për shembull me muzikë, se u konë qëllimi im që ta kam edhe një profesion, dhe më thonë, ta kam një jetë, ose ta siguroj një jetë një talme më të sigurt, si kjo është thjesht punë qefi, ose dëshirë, ose talent, që ta falë edhe Zoti pak, edhe i kom përkushtu ma shumë pjesës të shkollimit, si sa muzikës. Në para hengje familjare, kom këndu gjithmonë, në mikrofonin ku e kom pa, une pa e vjadh mikrofonin me dalë 2-3 këngë, aty s'ka përfundu as një hengë, dhe me thonen, aty kom shiju prap vetin, po kështu diçka me thonë njën oficiale që si sot që i bëjmë një artistat nuk i kam bon. Cila është një këngë që e mon men që e ke knu kur e ke vjedhë mikrofonin? Që më kishti tash me menue. Po sikur të ke knu këngëdarës. Kom knu këngëdarës ma shumë, dhe më thonë me këto këngë me depa që i këna knu nga gjdo herë, është për shembull kjo kënga, se tash ma lidhe pak tash këtë tekstin që më rap në nërmen, une e kom për se po dalë për temës në temë, po
po lidhet, e kom përgatit një potpëri e kam gati, që kam e dalë shumë shpejt, po ajo potpëri, dhe më thonë, janë këngë të kënune darsma që kënohen çdo herë, çdo kund, dhe më thonë, po une, muzikën nuk ja kam ndryshu, vetëm tekstit i kam bot vetë, dhe më thonë, është kitë tekst i ri, dhe më thonë, shpot për 12 minuta, shpo është tekstet janë kitë nga unë shkrume. A përta me në kënu pak në pjesë që atë qasaj potpërije? E ta është unë këtë kongën, o lumja toka që e shkel me kam, kjo normal këndohet, o lumja toka o që e shkel me kame, o lumja vjehra o ku shetretoj nane. E unë e këmbo, o lumja tije, o ani ku ke ardhe, o lumet na e o qka kemi marre. Dhe me thonë, komplet potpërisa këmë ndru tekstet, adin? Këmë bati shka ma veçantë, po jam e prirë shumë. Ti si pjesëtare e darsmave a hingjeve familjare, sa e vrejnë që i prisin vjerat mirë këto nuset e reja? A janë njët nga. Ja kam shtinë për një me minëzat dhe sekreti shka nuk këmë pas qëtë mi majtë pak ma vënë milion, e këmë shkru se une e tekstet i shkruj vetë. Fillimit e karierës time dhe më thonë nuk këmë orë dhe tekstet shkrune, që i kam këndu me pasione, me shumë shpirt edhe tekste shumë të bukura, me shumë kuptime, po e këmë vërejt, kur ta shkruj tekstin vetë, e këndoj edhe më duke të hala dhe me një pasion më të veçantë, më thonë. Edhe e kam shkru një tekst, po e kam rujt për ma vonë. Se unë i përgëzoj gjitha artistët që të më thonë, dita e vjerës, kur të marton djalin, është një ditë e veçantë për to, edhe pa diskutim që nuk mundesh me krahasu me kur gjansh. Sikur kur ta lind, ose kur të vjen, për shembull, çaj fëmijë që të lind, çaja ndjen është edhe kur të martohet, besoj fëmia, po. Edhe e kam përgatitur tekstin, po është një tekst shumë i veçantë, prapse. Na artistët gjithmonë e shkojmë nga ajoja që ai vjeher du si nan. Unë mund nështë me ta lexoj pak një që ki qef, ama s'pes bëlloj krejt. Jo krejt, jo ta më puna. Është diçka ekskluzive. Është veç teksti shkruan, hala as kemi bë vit muzikës as, po se që nëse ti për shembull çat djalë e don ose e dashon me shpirt, automatikisht ti kimi ja respektu nanën, kimi ja dash nanën, po dashnia e nanës, do të thonë, nuk ta zëvendëson vjerra. Nana ka tjetër dashni, vjerra ka tjetër dashni, e ka respektin, e ka dashnin se ti e don çat djalë të sajna, do të thonë. E unë tash ti Sa po i dojnë? Po tash ti një Se vallaj luftë do e quaj. Vallaj po të fol. Me vetën e dika na kishe jetu me vjetrën po më kapën më një herë. Po të foli tash ti, unë nuk e di, është shumë lehtë a din me dal para media me thonë që jo i dojnë, jo si dojnë, se s'po du me paraqyku kërkanin, se mundem edhe mu paraqyku për këtë pjesë, po nuk e di se është për një mendjesia reale që është paraqitet në për rrjetet sociale, për shembull. Që omet që internetit. Nuk e di. S'po foli ma mirë ma nga që. Ta lexoj vesh një pjesë të vogël, Nusja vjerës, do me thonë, e këm titullu. Vesh ta gjë një sekundë, se më gjithër për një me pa përgaditë, se nuk kam dash këtë pjesë, heq me javë... E do në këtë rastisht të mëronë me mbër vjerë. Po, ama është një tekst që besoj që nuk e ka këndu hala, dhe me thonë, kësi lloj kuptimi tekstit, unë deri sot nuk kom ni. Mëres do tash cëllën strofë me ta thonën e ty. Që tash njëna është, unë e mu i mjavë lezun që do një dhe këtë tekstin, nuk ka që më dishka sekret, ama vesh për të bëj një pjesë. Vjera jem o i mbretresha jonë. Unë si non t'i smuj me dasht, po dashnin që kam për djaltan, respekt gjithmonë kam e dhënë. Wow! Dhe me thonë, Okej. këtë tjetërën pjavla surprizë se është. është të me thonën, është shumë interesant këtë tekst, unë e vetë sërë të lexoj dyqysh. Emocionohena, po. Une, kësaj pune nuk e që i kum hinat aspektin o pa tjetër të abaj një famë ose një emën. Unë e kum pas qatë shumë pasion këtë punën e muzikës, sa që nuk jam të e kum nis me një këngë të pavarësis, vitin e kalun, ku aty i kam edhe 4 fëmijë në klip, edhe
I kam realizu 14 projekte deri sot, edhe hala më duket si honor, domethënë kur dal para xhirimeve ose kur shkoj me në qizu këngën, hala nuk ja besoj vetit që e kam realizu në këtë honor. Edhe po tregoj drejt nuk jam të mujt mund ngop me klipe, me projekte të reja, po. Shtëpia Suzana, përveç se kur nuk kënon, atje në Zvicër e kam menaxherën një kompaninë time personale. Punoj, po dhe gjatë orarit punës unë e kënoj. Nuk e lënë kur. Edhe në zyre kur t'jemi se e kemi zyrën të përbashkët me vllahun e kam kontabilist, edhe gjithmonë, do më thonë, tashti kemi një dy tavolina në mes, do më thonë, jemi bukur lartë kështu, po unë pa muzikë, unë nuk, mas pari nuk më hec dita, as nuk di ku më janis me fillu me punue. Edhe shpesh ma ban, Suzi Brenale një herë se s'po më koncentru në knina, këtën tash ka me qitë një morë një ditë, lem vla se unë me muzikë punoj, pa muzikë nuk punoj, po. Fëmija më rritën, e pash na vetin se, do më thonë, atë shtresin e mirë që e kem na nonat, kur t'janë fëmijët e vegjël, e pash se vesh po shkon të mu largu, edhe mungon të mu diçka. Diçka me bane, po. Atëherë tash është më duket momenti të realizoj një ëndër që për një merë këmë pas të jetën, edhe ju ktheva Kosovës me një këngë, me qenë si mu lufta më ndër prej karrierën time, ju ktheva me një këngë, titullohet Gëzuar pavarësia, edhe i mora 4.000 në klip. Dhe më thonë, une edhe 4.000 klipe dhe 4.000 gjrime mi bon, me klipin e Gëzuar pavarësisë nuk e ndroj asnjë, ka me qenë një moment i jetës time desa të desk për sa haraj, si për mu, si për fëmijën e mi. Është një klip me i veçantë, dhe më thonë që ka une e kam realizu deri tash edhe besis. Një klipi njëjtë është edhe kënga te për e veçantë, që në nuk muna pa ta ju pak me na kënu. A, petë më mështi me kënua. Ta kënoj me shumë qef, pse jo? La sa në kohën kërshia, se sa në push. Jo, s'na në kohën, ata knaqën kur të kënoj une. A, të kënoj vesh një pjesë vogël, pra. Gëzuar e pavarësia, thot plaku e fëmia, oj Kosovanan, hijet ka liria. Gëzuar e pavarësia, o Shqipet e mia, me gjakun e trimave ujtet liria. Ata është të zonin pushke që. Heq pa mikrofon. Ka në herë me to në ku kështu. Po, jo mu ma në ku. Ne po njëhen shumë. Jo mu ma në ku. Se në kena shpër i kështë ka pa. Jo, sham ka ndodhë. Une, tashti, që me bobra, një tosh natyra e vokalit në gjyrës tem, për shembull se kam vokal shumë të fort në një fjallë edhe fillimet e mija në studia kanë qenë pak të vështira, se në studia zakonisht është, më thonë, sa ma amël me kënu, aq ma mirë del, po unë e vokalin shumë të fort. Edhe gjithmonë ka qenë e pjesa, o Suzan, ma, veç pak u lesonin. Po ku me nalë, besu s'po di ku me nalë, se po vjen vetë, edhe aja pjesa e ndjesis, kur e pashna vetin studio, dhe më thonë, unë harësha që jam studio këme në qëzu. Veç të kënu, po. Se kështë jo. Me kënë kisha bu një bashkëpunim. Wow. A ki prej kur e ka në vogël, nështë a ki pas antër në herë në ka në punë? Jo, me thonë drejtën, une, kështu i dollë veçantë nuk më pas kur, jo vesh në pjesën e muzikës, për shembull botën artistike, po edhe më pitë për ngjyrë, se la ngjyrë të pëlqen, më pëlqen këtë ngjyrat. Unë s'di me veçun një ngjyrë, për shembull, ose se cili ushqim e ki ma të veçantë, ashtë une me thonë flien, midhnohet pitja, apo kupto qysh se i hati dyat me qeftë, nuk jam kështu tip që jam i theksej sene, dhe më thonë, mund është për shembull ti me qitë një këngë të nështë nuk më kalon sot ku me di qka mu si personal sasi, po e qëtë mas një mujë një tjetër që e ngojmë të në ditë 24 orë dhe, apo kupton, nuk e kam kështu kërkonin, për mu janë gjithë mirë, gjithë e kanë atë, dhe më thonë, atë stilin e vetë, janë unë e kanë se cili riskin e vetë, pa tjetër. Bashkëpunimet janë pro bashkëpunime, shumë janë pro bashkëpunime, po kom fillu këtaj rrugë vetë, se unë kam pak problem këtë pjesën që me bo më thonë, rësh, unë e të bona të famshme, unë e tani bësh të njetën këtë pjesë, kështu që ma mirë dalë vetit i tanë prapas qyres, bravo Suzi, ja dole vetë, nashta pak ka shku nga dalë, po unë e thamë nga joja, çdo gjatë që shkon hap pas hapi e ka një sukses me afat gjatë. Çdo gjatë që shkon shumë shpejt, nalë ka më radhë shumë shpejt poshtë, kështu që pro jam,
me shumë knatësi, se kam veçantë, më thonë, në momentin që përshtatet stili këngës teme dhe pse jo, po... Shëndash më kanë vështë qika djallë. Ja, se kam këtë pjesë, absolut heq. Të më dhaj shumë i problem. Jo, po, më rëndësia është e unë dhe më thonen, më përputh në gjyra vokalit. Se, dhe më thonë, edhe jamja edhe këngëtarës në fjallë ose këngëtarit në fjallë, adin, nuk kam rëndësi gjinia absolut, vetë se me do një duet që, dhe më thonë, veshtë e publikut, flanë veshtë publikut edhe, po, nuk e kam problem këtë pjesë. Nësë kena po shpesh edhe në veshtë tradicionale, i veshtë vishkërbosh nuk sa vishkërbon klipe, që që i veshtë ato? Veshtë tradicionale i kom pas gjithmonë marak, qysha do kam konë qikë, kom veshtë shumë. Shpeshar belemja vjathësha edhe nënës teme, adin, po, shumë i kom pas marak ato veshtë. Po tashti për klipe, për këto veshtë tradicionale, për kujdeset Fatime Fashion Design është në Rahovec. Ajo është në më thënë dizajnjera me që për kujdeset për këto veshtë dhe përshëndes shumë për punën që e ban edhe me shumë pasion, dhe më thënë, unë e vesh ja të regojnë nështë atë titullin e këngës edhe ajo e din shumë mirë që kam shkon mua si për nga duke si nga ngjyra, si e kam shumë të litë bashkëpunimin me ta. Qysh nihesh në veshët tradicionale, se ju që jetoni jashtë, ju bjem i vesh të i për shpesh, të i për rallë, në falë. Qysh nihesh kër i vesh atë vesh? Unë i kum vesh atje në Zvicër, edhe pse kom jetoj jashtë i kum vesh bukur shpesh, po tashti me tonë unë që unë i kum marrë dhe me veti, nështë me kërë 2.000 lek për një bajram i kum vesh në Zvicër. Sigur të ki që ta, qash shumë pëlqen, po. Të thonë të pja bëjsh e qefin. Shumë. Kush dhe që të që vesh e ti po qesh e O, unë e mi nëzispres. Unë dhe më thonë, tash atin, të nama pak kjo pjesa se, qërë tash, mu vajzat mu kanë rritë. Tash, munën me thonë, hej, ka dalë mëse tu ka bë vajzat tash ti tot më të vjetë që e ka dhe kjo pjesa e një farë moshe caktune, tash, po unë po flasë po këtë teshat e nusëris, ma është, jo tradicionale janë dishka tjetër, të më thonë. Po, kanë herës kam qef mi të rguhit që e kam vajzën qashtë madhe, se veç kam qef mi pas vesh prapë. Me shiu halon në vesh. Kër e bona para 4 ditë të gjërimin e folklorit, aty kisha veshje tradicionale, i kom shiju në maksimum atë veshje, stejnë mbrëmje se këm desh. Edhe me se jo kom kry gjërimin, unë i kom ajtë vesh. Une, tashti, për një me pak ndoshta apet e proj, po këto pjesë të më thonë bukurisë të artit, une gjithmonë gjithë i kom pas marak, po tash për këna dhe ma letë, se për kemi edhe artistët tona, edhe dizajnerët tona, edhe fizikat tona, edhe grimirët tona që kujdesim për neve, po di edhe veç shumë mirë. Shumë mirë, valla po, shumë mirë, dhe më thonë, unë e shumë kom regullu, e kom pas këtë pjesën, atash ka ona artit, edhe aktrimin e du shumë, edhe modelimin e du shumë, dhe më thonë, ka ndonë nështë në rratin shoqëror që më kanë thonë e Suzon, qka ka diçka ti që nuk ta koptë, që s'di me ba. Shumë i kom pas, përgjësi shka i për këtë artit, unë e kom pas gjithmonë këtë pasion, këtë pjesë, edhe për këtë e ka pak. Kom bo diçka. Kom bo diçka. Suzan, më kom interesant, për duha dhe në shemë, në Saudita. Për du një mesazh për teje, si shembulli më i mirë, që qysh me një moshë nështë ajo që është e shtyme, jo që je vjetër, se s'po du me thonë që nuk të bolë. Ta më puna. Po, qysh je shembulli më i mirë që qysh njëri mundet me arrit qoftë edhe pas 30-ave, pas 40-ave mundet me arrit ëndrën e vetë. Po. Çka du të me bo? Qysh më koni sukses shumë? Çka du të me bo? Mosha është veç numër, dhe me thonë. S'do të kur më dorëzu, një ëndër që e ki, një qëllim tjetës që e ki, kur më së dorëzo se gjithmonë dhe më thonë herët e vonë ka me dalë mirë. Edhe jepi vetit motiv, këqyre i botën me në shumë gjyra, mësë i shive që bardhe zë, dhe më thonë, edhe kjo pjesë, dhe më thonë, ta banë shumë atlet edhe punën edhe arritin e suksesit. Une jam tip që në gjdo aspektit e steme, kom luftu shumë, edhe i kom arrit qëllimet e mija, edhe nuk kam unal, dhe më thonë, këto e kam forca aja me ashtë, dhe më thonë, me luftu, me hecë për para, me arritën ëndrat, nuk ka gjamat bukur, kur vë nuk është një ëndrë me realizue. Ajanit, tashti, do këtë gjitha që ka po të dëshirë, ti thash, kur qështë mojta t'i shkanë sekret, une nuk o që jam qunë 6, për jam qunë 4, kom përgatit mantijat,
Këm pak një farë ushqimit vogël tradicional, tani këm shku e të frizerka, këm marrë këtu, kështu që qëmë hajmë pak diçka bukë. Edhe që kina e se mëne me vazhdu prapë, po të hajmë një herë diçka këtu, mës naftofën senet. Faleminderit shumë, Shka përse. Baba i pasha Hajde. një zot. Për një me.